presidenti Trump, nuk mendoj që ne na duhet të kapitulojmë në atë. Po, dhe me që Kosova është vend i vogël, prandaj ju pyeta nëse është çështje strategjike apo çështje e kontaktit direkt me institucionin. A do duhet të shfrytëzoj kjo lidhje që ka aktualisht, siç po thoni presidenti Osmani, dhe të vazhdohet, apo krijon edhe vonesa, edhe të lashe të tjera, po e them kështu kushtimisht, rifreskimi i phonebookut mes administratave? Ne nuk guxojmë të kemi një vakum në administratën e Kosovës, vetë fakti që tash jemi hyrë në një proces krejt tjetër, ku jemi krah për krah me shtetet më të njohura botërore, në krye me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duhet të jemi në atë proces dhe të ecim përpara në atë bord që jemi nominu si një ndër shtetet themeluese të bordit, ku unë mendoj ne kemi shumë eksperiencë për të treguar në atë arenë. Ne ishim në luftë tash 25 vitet e kaluar, 25 vite përpara, dhe kemi një eksperiencë se si zhvillohet një shtet demokratik me institucionet më të larta, ku policia e Kosovës sot nuk është e njohur vetëm në rajonin e Ballkanit, por ndoshta gjithë Evropën për profesionalitetin dhe punën që e kryen. Bëjmë ndoshta zgjedhjet më demokratike që ka ndonjë shtet në Ballkanin perëndimor, dhe kemi çka t'i ofrojmë atij bordi. Ne nuk duhet të hupim hapin tashti. Si qeveria është krijuar, kabinetet qeveritar janë krijuar, presidentja ka rolin e vet, detyrimet kushtetuese të veta, presidenti Osmani ka shpall kandidaturën, ka qenë edhe kandidate në vitin 2021 që nënkuptohet në listën bashkë me vetvendosin si kandidate për presidentin, kështu që unë mendoj edhe populli dhe votuesi i Kosovës do të ishte në atë drejtim ku presidenti Osmani do të udhëheqte. Flasim pak më në detaje për bordin e paqes. U bë shumë e famshme pjesë e deklaratës presidentit amerikan Donald Trump, ku flet për raportet Kosovë-Serbie dhe i thotë që më telefononin nëse nuk shkoni mirë mes vete. Çfarë fuqi është kjo telefonat? Çfarë roli do të mund të kishte? Çfarë mesazhe jep pastaj për gjeopolitikën? Mendoj që është një mesazh më i madh për Serbinë se sa veç për shtetin e Kosovës. Që për çështjen e Shtetit të Bashkuar të Amerikës dhe për administratën e presidentit Trump, çështja e Kosovës është e mbyllur. Është në një Kosovë ku tash e reprezentohet si Kosovë e pavarur krah për krah me shtetet botërore, ku Kosova është pjesë e politikëbërjes ditore botërore, që ishte edhe ajo atë ditë, dhe lancohet gjithka në gjithë botën si shtet i pavarur dhe neutral, ku aty në atë bord ka dhe vende që nuk e ka njohur Kosovën, mirë po janë krah për krah me Kosovën si shtet i pavarur, ku thëmë de facto që vetëthuese e ka njohur shtetin e Kosovës me gjitha të drejtat që shteti i Kosovës i ka. A ka bërë mirë Kosova që është përgjigjur pozitivisht kësaj ftesë?